Miqt e Podemekastit, mirë se ju gjetëm në sezonin e dytë, episodin e parë. Kësaj here, krah gjatë i imi do të jetë Shuaib Rashiti, mirë se na erdhe Shuaib. Mirë se ju gjeshëm. Si mysafir i rregullt apo si pjesë e përgjithshme e sezonit dytë, pra do ta kemi Shuaibin, ndërsa si mysafir të parë për sezonin e dytë kemi mendu ta kemi një njeri që nuk e konsideron vetën se është mysafir në Preshev, ani pse jeton në Bujanoc, ani pse është nga Peja, po ai e konsideron vetën se është Luginas. Mirë se na erdhe profa Xhevdet Dulej. Faleminderit, mirë se u gjeta. Si kalove këto ditë, e dim që e ke pas një ekspozitë me piktura në Preshev. Si shkoj, si kaloi ajo, si ishke, apo na tregon diçka më shumë? Po, me ju thonë të vërtetën, qysh ka moti, dëshira ime ka qenë gjithmonë vazhdoj edhe të filloj me ekspozitën e parë krijimtarisë time në Luginë Preshevës. E pikërisht jam shumë i lumtur që më merr rasti me ardhur në Preshevën legjendare, ku hapa këto punime, këto veprat mia, dhe aq bukur u ndjeva kur pash edhe sallën me plot njerëz, plot ardashës të Preshevës, rrethinës, edhe fshatrave përreth këtij qyteti legjendar. E ke pas ekspozit personale apo me dëni kolega, me dëni institucion, apo çu ka shku kjo se... Jo, kjo ka qenë një ekspozit vetanake, personale, ku aty kanë qenë afro 45 vepra, që kam bërë një përzgjedhje në mesin e shumë veprave, me qindra vepra që kam në studion time, dhe drejtën me ju thanë, une nuk e kam prit aq interesim aq të madh që ka qenë, megjithëse ka qenë koha shumë e keqe atë natë, por interesimi ka qenë shumë i madh. Me rëndësi është që kanë ardhur njerëz që din me vlerësu artin, din me vlerësu veprën e artit. Ajo është shumë me rëndësi për mua. Po të mysafir të institucioneve, përfaqësuese. Sigurisht edhe ata kanë ardhur, unë i falenderoj nga zemra, gjithë ata që kanë qenë prezent aty atë natë. Dhe kështu që me këtë hapje të ekspozitës time personale, unë tani vazhdoj me ekspozita tjera në vazhdimsi, ku do të filloj në Gjilan, në Prishtinë, në Pej, në vendin tim ku kam lind edhe ku kam zhvillu diapazonin tim artistik, jetësor, dhe vazhdoj edhe në për vendet e ndryshme të Shqipërisë. Të me thonë prof të e ki nisë prej asaj bazës, prej aty ku e ki zhvillu krijimtarinë, e të pastaj me hapru vendet tjera. Dhe me thonë nuk e arë prej periferisë të qendra, po ke arë prej qendrës, po nisë është tash për periferi, dhe me thonë ka aspekti i zhvillimit të karierës. Po sigurisht, si që se une vetë krijimtaria ime shumë vjeçare tregon se gjitha ato vepra janë kushtu në qiellit tim, ku kam lind, ku kam zhvillu jetën time rinore. Por, interesant është se në Bujanoc që 47 vite kam jetu, ma shumë se gjysmën e jetës. Dhe pa tjetër kam qenë i obligum se edhe këtu ka të mira. Në qielli i Luginës Preshevës për mua ka qenë shumë inspirues. Dhe gjithmonë kam thënë se tani në këtë kohë unë kam pa diçka në qiellin tim ku kanë fillu disa hyje të paraqiten. Dhe ata hyje janë pikërisht rinia që tregojnë se këtu do të ketë një gjallëni jetësore. Edhe pse kanë ikë bukur shumë, po unë e shoh se këtu do të jetë një jetë më e mirë se tani. Edhe ajo është frymëzuese për mua. Po.
Çka u bë sebeb? Cilla ishte arsye që ti e la një qytet shumë bukur siç është Peja e me ardhë me jetu në Bujanoc? Shumë pyetje interesante. Unë kur Jo kam që s'është bukur edhe Bujanoci. po sigurisht. Unë kam ardhë rastisht kam ardhë këtu. Në vitin 79. Nxënësit kur kam ardhur unë në shkollën e mesme Sezai Suraj ku konkuru, atëherë nuk ka pas profesor kulturës figurative. Edhe pse në Pej nuk ka pas vendet shumëta me u punësu, edhe për atë arsye unë e kam konkuru rastisht. Kam ardhur në një vend vogël, se krahasimet tash unë i bëj sepse Peja është një qytet përveç që është ka bukuri, po edhe ka ekonominë më të zhvilluar se Bujanoci. E këtu kam ardhur në vend me një kaldrëm ku edhe vetë jam çudit. Po më ka inspiru edhe më kanë prit shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Bile kur shkova për herë të parë kur e mora ditarin Po çu shkon Bujanoci kur ka ardhur për herë të parë, pro? A e man mend atë po ngjarje? sigurisht qendra e Bujanocit ka qenë si lloj kaldrëmi, si thojnë na. Nuk ka qenë ndërtuar, nuk ka pas shtëpitë kulturës, nuk kanë qenë ato shtëpitë të vjetra, klasike. Jo ekonomi e zhvilluar, sepse aty më shumë janë marrë me lektori, me bujqësi, me gjëra të cilat njerëzit kanë mbijetu në Bujanoc. Edhe ty të tërhoq edhe e vendose me... Po, më pranun shumë mirë. Po, unë është shumë interesante kjo, kur erdha për herë të parë, fillova punoj me maturant. Edhe unë isha i ri. Edhe po më pyesin nxënësit e dishin që jam nga Peja, se më prezantu. Po profesor, çka kjo ardh prej Peje këtu? Po profesorit erdha për hajgare me ta për një me. Për hajgare për ta ardhë. Po më pëlqej Bujanoci shumë, Trënovci, fshatrat që gravitojnë për rreth kësaj komune. Sinqerisht më ju thënë, kam marrë një vend pa rezerva ku jetojnë njerëz shumë bujar. Edhe pikrisht për atë arsye kom met prej atëhershit se s'po bëjke me thonë njeri kur. Jo kthena. Jo, interesante është se aty ku jeton mirë, ku të nderojnë, ku të respektojnë, është më mira. Më e mira për një njeri. Pa marrë parasysh zhvillimi, se ku ta marrin parasysh për artin, se unë qysh atër kom fillu të krijoj vepra arti, se në një vend ku nuk ka ekonomi, nuk ka dhe kulturë. Po, gjithmonë artistat hecin, shkojnë ku ka ekonomi, se arti o luks. Edhe ekonomi duhet me pas. Për atë arsye, gjithmonë shokë kanë thonë që nejtë në Bujanoc atje deri tash shkove dika, megjithëse kom pas oferta me dalë jashtë vendit, po nuk e kam desht të jashtën kur. Gjithmonë kom pas qef me qenë afër mentalitetit tonë, gjithmonë kom pas qef me qenë me shqiptarët, me kriju, me bashkëpunu, edhe pse kom pas oferta tjera. Kështu që kjo është shumë me rëndësi për mua. Ju profe keni mbaru shkollën e artit në Pej, pastaj universitetin? Po, shkollën e mesme të artit, atëherë ka qenë një shkollë profesionale në Pej. Ja, dhe domethënë edhe shkollën fillore dhe gjitha në Pej? Po. Shkollën fillore. Në qëllin pjesë jetu në Pej, profe? Po, unë kom jetu afër stacionit trenit. Po, që aty, ende i kom edhe të mitë aty jetojnë, edhe unë e kom vendin atje. Po, pas luftës, unë, kur kom shku, kur e kry lufta, besoni, nuk e kom njoft atë vend, fare. Qashtë të rënume kanë qenë shtëpit, edhe jam ullë, edhe atë scenë dramatike, kur e kom shiqu, jam ullë edhe kom qajtë. S'kom mujtë me njoft shtëpit, fare, çfarë tragjedie madhe ka qenë. Kështu që, po kthehemi tani në Bujanoc, Bujanoci dhe rrethina këtu
për mu, për veten time, është një vend jashtëzakonshëm edhe për krijuesit, sepse e ka një natyrë të bukur, ka ku të inspirohesh, të frymëzohesh, edhe natyrisht edhe njerëzit janë, si thash edhe më parë, bujarinë e tyre unë e respektoj jashtëzakonisht shumë. Sa e kanë ngritur shijen e artit njerëzit e Po, shqiconi, ku të krahasojmë vendet e mëdha, që përmenda pak më parë, në për vendet e ndryshme metropolike, më thamë edhe Prishtina, që është, aty ka galeri shumë, edhe njerëzit janë ma shumë të informuar për krijtarinë artistike. Në Bujanovc, une kur kom ardhur, e kom hap ekspozitën e parë në Bujanovc, sa e kujtoj une, në atë kohë u pat ndërtu shtëpia kulturës, edhe ka qenë shumë interesante. Në atë kohë, para 35 viteve, që ashtu ka qenë shumë vite përpara, edhe pastaj me krijtarinë time që punojsha në një studi aty ku banajsha, më patën dhënë edhe studion, atelen, në shtëpitë kulturës, e kom pas afro 110 katror, kom pas një hapësirë jashtëzakonisht mirë, edhe ajo ka ndikuar te unë të krijoj vepra edhe më të mëdha. Sepse artisti nëse nuk ka kushte, nuk mundet me kriju. Edhe kështu që më kanë dalë ndihmë të komunës Bujanovcit në atë kohë. Sot une e krahasoj tash atë timen përpara që kom qenë, trit, artista, ma pak kanë ndihmë prej pushtetit lokal. Sidomos në artet pamore. Kjo mungon. Për çfarë arsye, une nuk e di, sepse dinamika jetës sot është ma e avancume, se në krahasim me vitet e kaluara. Edhe njerëzit janë ma të lexueshëm, janë ma intelektual, duhet me deshtë artin. Po, për fat keq, ju mungon të rive kjo shumë. Kryesisht punën tënde ke bo në arsim, do të thonë si mëdhanës i artit. Po, kryesisht kam qenë profesor mësimdhënës i kulturës figurative disa vite. Pastaj unë u përzgjodha edhe si drejtori i shkollës, u heqa shkollën e mesme, atëherë u quajke na patën rrugë dhe emrin e shkollës, Mihailo Popintona, Sezai Suraj, se ju e dini historinë e shkollës tonë, që kemi pas një histori shumë të vështirë. Pastaj ka qenë pjesë të djegës Preshevës. Kemi punu në për baraka, kemi hek shumë, kemi qenë në këmbën e regjimit në asaj kohë, që duhet me pranu. Kështu që ja kemi dalë, kemi qenë shumë bashkuar, kemi qenë të respektuar, edhe kemi qenë unik. Kështu që a keni identifikuar fëmijë nxënës që kanë talent të artit, po në mend që kanë ma vonë kanë mrri rezultat në drejtim qoftë të artit, arkitekturës ose inxhinierisë ose diçka mekanike, diçka. Po pikrisht, nxënësit e mi sot ka shumë nxënës që kanë kryer Akademinë e Arteve, kanë kryer arkitekturën, se unë kam pas kurse, kam marrë gjatë asaj periudhe, kam avancuar nxënës, i kam mësu, pra si mbahet lapse, si vizatohet, sepse ajo ma kryesore nëse bosh një arkitekt duhesh me ditë me njoh vizatimin. Ajo është kryesore. Kështu që sot ka shumë piktor, artist të ri, cilët kanë qenë te unë në studio, kanë mësu gjërat lidhur me artin, me vizatimin, me pikturën e kështu me radhë. Po, ky kontributi profesorëve të artit prej shkollës fillore edhe pas në një shkollë të mesme ku edhe ju keni vepru, keni dhënë mësim, është shumë i madh për orientimin profesional ose përgatitjen e arkitektave ose artistave të ri. Për vete, une si arkitekt që jam prej shkollës mesme e kam pas idenë që kam me vazhdu për art. Dhe po, profesori i artit
ka pasur një rol në aftësimin tem për me kalu provimin, s'paku provimin planu se këto gjana tjera. Me provën kisha dash më lidh edhe te kjo ardhja tim Presheve dhe Presheva dhe Arte, kita këto gjana. Më kthy pak mbrapa. Unë mendoj që Presheva është një vend ku çdo artist ndjen kënaqësi kur vjen. Ditëve të fundit kemi pasur edhe ditët e komedisë shqiptare, edhe ekspozita e proprit, kemi disa festivale tjera tonët, ekspozita personale të artistave tjerë ku për një me nuk e lejojmë me dështu ekspozita ose organizimi. Na Preshevart marrim pjesë në organizimet e tilla, edhe kemi dëshmu që e dojmë artin, edhe bojmë për artin. Pjesa tjetër është, çka më pëlqen shumë te profi, është që është njëri ndër profesor që ka ardhur në Preshev për me Jo veç për vizitë, po, jo veç për një ekspozitë. qëllimin e ka pas për edukim. Domethënë, duhet mi qenë mirënjohës për jetë profesorit për këtë iniciativë të vetën, që ka ardhur për edukim, me na eduku në aspektin e artit, gjë e cila ka në formimin e çdo secilit individ ka rëndësi të veçantë. Edhe shumë kemi kësi lloj profesorësh që kanë ardhur në Preshev me qëllimin e edukimit, me dhënë kontributin e vet, se kjo kontributin e edukimit në Preshev është edhe kontribut kombëtar. Nuk është vetëm kontribut për Presheva. Është një lloj kontributi kombëtar se ne kemi nevojë. Ne jemi në zonë periferike edhe jemi si rrjedhoj, jemi me një farë rreziku, ta pas parasysh edhe ku jemi këta këto gjëra. Që mos mi anej. Masandej edhe profa po mendoj që ka pas shumë të lehtë me gjetë vetëm Preshev, se tha që ne Preshevart jemi njerëz bujor. Unë e mendoj që edhe Pejan vjen njerëz bujor. Vizitat e mia që kam pasur në Pej E ka gjetë profa vetën. Ti ato është në kon vet, edhe çka ka gjetë. E ka gjetë llojin e vet. Paka shumë. Kanë xheshmëri Po, shumë. po, se uji i Pejës i mirë, uji i Bujanovcës i mirë. Edhe masandej uji i Pejës shërus, uji i Bujanovcës shërus. Shiruz, Ka shumë natyrën e ka Peja, natyrën e ka Bujanovca logjike. Kështu që rrjedhimisht ka pas shumë gjëra. Veçanti Presheva ka një pamje pothuajse gati sikur se Peja. Pa ka kodrën në shpinë. Po, ras vjeshkve dhe ajo më pëlqen shumë. Veç se te na kur ty shbjeshve prof nuk del në Boke, po del në Ostrovic. Edhe atje kur ti shbjeshve del në tjetër shtet, edhe këtu Edhe në këtu mënyrë dish na del shtetonin prapë, po Sigurisht. gjeografikisht, politikisht del në shtet tjetër. Artistat në përgjithësi modifikojnë emrat. A ki mendu ndonjëherë me ndryshuar emrin? Po, shiqo, une deri vonë edhe tani më quajnë si Deni. Dhe në Pej më kanë quajt Deni. Ma kanë dhënë emrin që është si pseudonim. Megjithëse edhe disa katalogjet mia Gjevdet Dula viz Deni. Po këtu nuk e kam përdor shumë, pak e kam harru, mo megjithatë më njohin edhe si Deni. Po, shumica. Deni që lidhet me emrin Gjevdet Dule, apo Po, çashtu ti shka shokët e mi të Pejës ashtu më kanë thirrë. Edhe Kameta e çështu Deni, edhe nuk jam mirë mu. Mirë. E përmende pak më parë, më pëlqej ku e përmende për Preshevën, çfarë domethënie ka ekspozita ime që ka qenë e hapur këtu në Preshev. Këtë nuk duhet harruar se edhe vetë kuptimi i ekspozitës edhe emri i veprimtarisë në tërësi ka qenë kushtuar 28 nëntori. Po, çdo vepër e imja që është vendosur në galerinë e shtëpisë kulturës ka folë shqip. Ajo është shumë e rëndësishme dhe është quajtur identiteti kujtesa. Do të thonë identiteti jon dhe kujtesa e ngjarjeve historike e cila ka ndodhur pra me shekuj e vite me radhë të shqiptarë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse une faktikisht jam një krijues i rastit.
gjithmonë kom kriju kur ka ndodhur diçka. Edhe jam frymzu, edhe menjëherë në atele, në studje kom kriju vepër. Menjëherë, aty për aty, sepse ajo më ka shty me kriju. Edhe ato vepra janë shumë interesante për mu, edhe për opinionin e gjerë, pra cilët atë nati pash interesimin e jashtëzakonshëm. Është i nevojshëm, po shojmë. Po, që do të ndërhyte të ekspozita në Preshevë, që ka pas profi, masë u këthuj edhe njerë. Nuk e di shkëllëzën a ke vrejtën ti, po punimet e profës, pikturët e profës, nuk kam pas titull. Do më piktura nuk ka pas titull, se shumica e pikturëve, ka pas cikle, po, piktura vetë si pikturë nuk ka pas titull. Për shembull, zona malit, ka shumica me ka dominu ngjyra kuqe, zi, dikun ngjyrët, edhe ti, domethënë pas ngjyrës ti ke mirë me bëni një interpretim tonë. Po unë çka po mendoj që është më rëndësi me theksuese e kom vrejt, edhe pse nuk jam kritik i artit ose diçka, po e kom vrejtën që gjithë secili ka interpretuar ndryshe atë pikturë. Edhe unë personalisht, jo pikturën në veçanti, domethënë secila pikturë u interpreton ndryshe. Edhe unë personalisht llogariti këto si madhështitë artistit për me nxjerr interpretime të ndryshme ose me dhënë interpretime të ndryshme te audienca. Kolorit. Po, se jo secili shef me sy të njëjtë, secili shef me backgroundin e vet, domethënë me të kalumin e vet me këta këto gjëra. Secili me një farë mënyrë të veçantë dëgjon veten ose jep interpretimin e asaj pikture. E kështu që kjo gjë shumë ka bëjë të provat që të shumë artistë tjerë nuk e kanë vrejtë. E ka pasën, e ka lënë të lirë shikuesin me e dhënë mesazhin e pikturës. Me pikturën. Ajo shumë është me rëndësi se ekzistojnë dy elemente kryesore të shikuesit, të ardashës. Kur shkoj me vizitu një ekspozit, ku ishe e shiqova ekspozitën. A ndryshe është kur e ki pa, se te ki lexu veprën, edhe e mundu me trajtu çka ka paraqit këtu artisti. Ai që ka shku e ka shiquaj s'ka pa asgjë. Ka ecë edhe ka dalë jashtë. Ka po foto edhe. Po foto edhe asgjë tjetër. E shumë është me rëndësi me pa, me lexu veprën e artistit çka. Unë nuk e kam shprehi me komuniku atë çka e kam punu. Jo lo shikuesit, ai me lexu edhe pikrisht që e përmendë ti, me mundu pa kokën se njerëzit e lexuan e kuptojnë veprën. Se ka një uri, edhe e din, e për atë arsye edhe vetë ekspozita është quajtur pra identitet e kujtesë. Secili e gjen veten aty se çka është prezantuar. Është shumë e rëndësishme. Sepse, shiqoni, unë ka një herë them te artistat e ri kur dalin jashtë në Francë, në Itali, jetojnë vite me radhë, ai fillon me marr kulturën dhe mentalitetin e Francës. Jo, shqiptari duhet mu prezantu që janë shqiptar. Ti duhesh, aq shumë kemi na mitologji, shumë kemi histori begatshme, elementet ndryshme të kulturës tonë, të trashëgimisë kulturore. Bile një element duhesh me përdor që flet shqip. Identitet. Identitet duhesh me pa. Po, i gjenezës duhesh me qenë që jeti shqiptar. Nuk jam unë francez, italian. Më i bona, kur? Shumë letë është më të qetërsu. Qashtu, ajo është shumë e rëndësi të çdo artist mu identifiku unike. Unike, me qenë. Ajo është me rëndësi të krijuesi. A bashkëpunoni proft me komunitete tjera, ki bashkëpunu me artistë sër, Maqedon, ose të Evropës? Po, une, shiqo, une... Se bëhet artist ka kufi? Jo, pikrisht. Une kom kolegë, shok, kom edhe Sërbë, edhe Maqedone, edhe Bosnjake, vendeve të ndryshme të Jugosllavisë që komunikoj me ta. Shiqo, une rri edhe me njerëz sërbë që janë shumë nacionalista. Po, dhe unë vetë jam nacionalist. Po, e du kombin tëmë. Po me ata edhe bashkëpunoj edhe me jena vesh shumë let me ta. Me ata cilët nuk janë nacionaliste me ata fështirë. Më marrë vesh. Se që janë kërku. Se janë të orientume. Se që janë të orientume. Për ata sy, aty
dallohet se një intelektual i fortë, i cili ka njohuri dhe është i lezueshëm, nuk shitet lehtë. Për mendimin tim, nuk shitet lehtë. Më kujtu një detaj, prof, tash në është më të kthy pak në kohë. Ti shumicën e kohës ki udhtu me kerr, me qerre ndaj punë. Po, çfarë ka ndodhur një herë, një periudhë kohore që ti ki pas ecë në kohë me shku diçka për një periudhë disa mujore, nuk ki shku në punë me kerr, po ki shku në kohë. Mas një festës që e keni pasën, diçka në shkollë. Në Bujanovc? Po. Po, unë e kom pas afër aty, shtëpinë, e kom pas banesën afër, se unë kom qenë deri vonë me banesë, deri në vitet 82-s, pra atëherë... Mas shënimit të 7 marsit do ditës mësuesit, pas një feste, diçka pastaj tu ka ndalu një kohë mos me vozit qerrën. Jo, ka qenë një periudhë interesante, ka qenë, shumë mirë ma kujtove këtë. Po, jo, kemi pas festën e shkollës. Festën e shkollës. Po, në maji, edhe kemi festu ditën e shkollës. Ditën e Evropës. Jo, ditën e shkollës Sezai Suraj. Po. Edhe ne kemi pas festu në restoran, edhe qysh që flohën gjithë. Po, edhe ja kom që disa gota. Edhe një diçka prof, një vërtet profës, shohaj se profa është shumë valltar i mirë, sidomos vallës Rrogovës e do vallave tradicionale tona. Po, kemi lujt atëherë edhe me ish mikun tem shumë të ngushtë, këshilltarin Musa Hyseni, i cili ndjerë është tash, kom pas një mik shumë mirë, edhe me te zakonisht të përdarës ma ku kemi qenë në arengje, e kemi lujt Rrogovën bashkë, ai ka qenë valltar shumë i njohur, ma i mirë se une. Këte ku e përmende, qerën që me kanë ndalu se patën pijat natë, bukur shumë në festë një pas. Si zakonisht, disa gota ma shumë, edhe ndalen këta saobraçajt, këta polistë e komunikacionit, edhe profesor, fry që tu, fryjnë edhe më kishë dalë, bukur, mirë edhe, ma ka ndalu 3 mujtë, ajo po më ka ndodhë. Ama ti tha, se si thali, shëmani vallën, për bëj vallën, s'kini nevoj me fryjë. Ja u lujtë sigur, dhe në fund vallën pa ka vim. Si do më vallën e Rrogovës. A keni marrë prof kurset vallëzimit, apo që shiki pas këto? Ja, vete, kemi mësu se na, zakonisht në pej atje, e lujmë atë vallë, sepse Rrogoviane, ajo ka qenë si simbol edhe i dashnisë, sepse janë unik ata. Janë është vallë unike, që edhe biletash shumë jam i lumtur se unë zakonisht në për disa vepra kom paraqitë edhe lahutën. Po, lahutën, edhe tash është pranuar në UNESCO. është zyrtarizu, që krejt shqiptarët janë të lumtur që e kanë zyrtarizu, sepse Sërbë thëshin është e jona, Malazës thëshin e jona, po del që është e jona, e shqiptarëve. Na ma autokton jemi. Po prof, ata kam pas drejt në atë anën e vetë, se për shumë nëse është lujt lahuta në Rrogovë, ata kanë konsideru Malezia të pjesën e Rrogovës vetë. Edhe kanë thonë se është e jona. Edhe Serbia ku është lujt këtu në Malsi, kanë thonë e jona. Po s'po del që është. Ama është kryesisht ekskluzivisht e shqiptarëve, është ku në avancim prej një telit, lahutës me dalë në 2 tela, në qyteli pas që për me. Po i kemi në këto instrumentet muzikore, në me i kemi të veçanta dhe i du. Unë që më vjen, mu i me thoni natë me vetën, është që kur më kara me shku në vendet tjera me projekte ndryshme, kulturat tjera në mbresheve kënde këtë mangësipa. Kulturat tjera kanë mësojnë fëmija vetë, djemët e vetë, vajzët e vetë, me i lujt instrumentet e vetë. Instrumentet tradicionale, i mësojnë me i lujt, me i ra. Në mbresheve, fatkeqësisht, nuk e di, me më thonë gjuma një 3 që di me i ra që ti di smirë, nuk di me ta po. është fatkeqësi kjo. Dini pse? Pse? Shqyqër, kjo shumë interesante është, sepse në kohën time,
në atë kohë, pse kanë ekzistu odat. Eh, Odat. pikë e mirë është kjo. Oda ka qenë një parlament i dijes, ka qenë në atë kohë. I dijes, Institucioni sepse aty ke rregullimit mësu, shoqëror, po, aty ke mësu gjithçka. Do me thonë edhe të instrumentet. Unë e kom pas në atë kohë njerin migjën tem, Mehmetin me Dulen, i cili ka ra lahutës shumë bukur. Po, ka lujt me lahut, jashtëzakonisht, ka pas odën Hereq, se unë e kom lind në Hereq. Edhe pastaj, pas 4 viteve, kemi shku në Pej. Kështu që, se cili i ri në atë kohë, dasht e pa dasht është marrë me lahut, me qifteli, E ka me trashëgu shaki, traditën. po, e ka Fyllin, trashëgu, kavallin. po, se janë lujt në për oda, edhe ai e kanë nxit atë, pa tjetër. A sot me telefona, ta ditën me telefona, s'di kur Po, zë heq, po, s'di shtrojnë, shka është po, lahuta, shtrojnë. s'di shka është qeftelia, fat keq. E ato tradita sot kanë met mrapa shumë. Po, për atë arsye duhet unë pse hapi ekspozitën. Ekspozitën e hapi pikërisht për arsye me i mësu njerëz, me vlerësu artin. Mu mësu me shku me vizitu artin edhe me pa vepra, ju përkujtu që kjo duhet me qenë prezente. E na jemi si ambasador, artist, që me prezentu sa ma tepër në për vendet që nuk janë të zhvillume, me i mësu opinionin, me pa vepra arti edhe kulturën, natyrisht edhe me vepra trashëgimisë kulturore shqiptare. Po, përveç instrumenteve, diçka që më kujtu tash, na dhe si rajoni i Preshevës, më ka ra një rastisë të fjallë që në rajon e tjera s'jën kuptu. Që i përdojnë i Presheva. Për shembull, i shkon mirë me i pas na pak si shpesta ose njëherë në mujt, diskutim tavolinë Po, me njerëz ndryshëm që të farë fjallë. sigurisht. Ama dhe peja i kanë të përbashkëta disa. Po, mujtë më mi pas, Shumë. edhe Te përbashkët. hunda, te shkunda, te kundra. A vjen mujtë më mi pas, diçka të përbashkëta. Po, jemi një kom, kemi shumë senet përbashkëta, po kemi edhe veçoritë tona lokale, secili popull, secili Patjetër, ato ekzistojnë. lokalitet i ka ato të vetat. Për shembull, në brenda Preshevës na i kemi këto farë Dallimet dallimet po. gjuhësore të vogla që na dallojnë. Janë vlera. A vëdej këtu i kokshëm, në rëndë ditë. Pro, që sa identifikuti, cilat fjalë që lidhen peja me neve, Presheva sidomos. Me tregu diçka drejt. Unë kur pa të ardhur në vitin 79, edhe dialektin e kom pas ndryshe. Po, normal. Ndryshe kom folë. Po, a besoni ajo tash mos më i dhani, unë nuk i ku kuptu disa fjalë kur folshin bujanosit. Atë pak një mentalitet këtë tjetër edhe të folinit ka qenë ndryshe në krahasim me pejes. Edhe tash sa vite kanë kalu, besoni që edhe unë pak i kom marrë edhe këto të këtujt, ku po shkojmë pej, ave edhe ti e bo si ka tjerë. Tjetra, shka shumë e rëndësi që tu me pranu këte, se në lugin Preshevës, në Preshevë dhe në Bujanos, këta e kom pranu dhe ju kom thonë dhe atje në pej, njerëz matur, se këtu unë nuk kom pa. Në pej e dini pak, janë matashpër. E ju kom thonë, ma ka dalë, edhe ti e bo si ata. Këtu, o interesant, njerëz të but, sepse jem ngërshëtu 3 kultura këtu, Macedon, Serb, interesant, i kini marrë të mirat. E ajo më ka pëlqy shumë, se njerëz të but, bujar, e ajo është shumë më rëndësi për këtë vend. Prizëm interesant i vlerësimit, shajt, profa me një karierë mbi 40 vjeç që për këtë gjykim edhe shumë teme mirë për studius që mirën me këto tematika. Po, këta që bojnë demografinë, këtë gjënë, që studiojnë. Kultura, folklori, interesant, shumë mirë. Indjen ato. Që shpeshef të ardhën prof ty, që shmendon me kalu kohën, me kalu përgjësi angazhimin? Po, besoni se tash për e ndi vetën
me plot kuptimin e fjalës piktor. Se ne kemi shumë artista. Artist është ai i cili e ka kry edhe nuk merret me krimtari fare. A për me qenë piktor, me plot kuptimin e fjalës, duhet me pas një bagazh bukur të madh veprimtarisë artistike. Me plot kuptimin e fjalës piktor. Une tash në vitet e fundit jam bë piktor, sepse jam me qindra me mira vepra. Edhe prej si kom dalë në pension, une aq shumë kom punu sa muj me thënë me 20-30 vitet më pashme nuk kom punu. Mrenda 7 viteve. Shumë kom punu, sepse jam ma i lirë, jam ma komod, e kom studion time. Po do kësh ma i ri. Tash, nuk janë me rëndësi i vjetë. Po Qysh ndihesh? Po, qysh ndihesh? Unë ndihna shumë mirë. Është Po me rëndësi. edhe kur të krijoj vepra, edhe ma mirë ndihem. Edhe kur je Kur po inspiruar. punon më shumë ditën, natën, natyrë, Zakonisht nata është për mu shumë e qetë edhe krijuese. Ditën punoj ato fazat që janë pak fillestare, se punoj edhe jashtë, fazën e parë, dytë, tretën fazë, ato përfundimtare i punoj në studio. Ato që janë ma kryesore. Kështu që A pra ka- mbarë. a ka hapësirë Bojanoci ose Presheva me pas një muze natyral me vepra të artit, me druj, me gur, me... Po si ja, e mungon, shumë mungon. Unë besoj që në të ardhmen që shkom digju, edhe Presheva dhe Bujanosi duhet mu angazhu një muze bile për gjanat trashëgimisë kulturore, cilat kanë mbet shehura, kanë mbet në për vende cilat nuk e kanë vendin aty, po e kanë me pa njerëz, po duhet investimeve pa. Unë thash pak më parë, aty ku ka ekonomi, ka kulturë. E këtu duhet mi dhënë rëndësi shumë udhëheqët komunal pra të politikës që ta çojnë përpara edhe të organizohen ma mirë për një hapje, një muzej etnografik me elementet e ndryshme, pra etnografike, trashëgimisë kulturore, sepse aty identifikohemi si shqiptar. Kemi elementet ndryshme nga glina, nga dheu i pjekur, nga druri, edhe piktura, e kështu me radhë. Do të thonë, aty është bazament kryesor i trashëgimisë kulturore që tregon se këtu ekziston kultura shqiptare. Na e marrim shembull edhe kuartetin e Varrezave. Shqiptani e kanë humb identitetin disa varreza sepse merremi me gjana të huaja. Qysh kjo, qysh është me thjesht me kuptuna? Pa me kuptum atje duhet me elemente pak a shumë ma kombëtare tona, sepse unë në vend parë e kam kombin e pastaj e kam fenë. Na unë e musliman jam. Po duhet kombin mi dhanë rëndësi, se unë jam kombëtar, shqiptar jam, nuk me qenë arab. E qartë. Ja, shqip, kombëtar. E pastaj vjen ajo e cila është me rëndësi musliman. Këtu te Varrezat qysh po mendon që është mas mirë ti me Po rujt? duhet me rujt se përpara nuk e kanë rujt. Nuk e kanë rujt se nuk janë identifiku Varrezat si shqiptar. Fare, kur e krahasoj Varrezat e serbëve, Po. ata i kanë kushtu shumë rëndësi asaj. Ne nuk e kemi kushtu rëndësi. Nuk thojnë Varreza Edhe e kemi ortodokse, humb. po thojnë Varreza serbe. Po, se e kemi humb. A tash ma ndrysh është. Tash ma pikustojnë rëndësi Varrez, kuartetit Varreza, po ndërtohen, po rregullohen mirë. Më thënë aty me atë tregojmë se këtu ka ekzistu shqiptari. Ka pas njerëz që... Po njerëz që i kanë kushtu rëndësi, se edhe Varrezat janë shumë me rëndësi. Po. Shumë janë me rëndësi. Tash për tash, unë i përgëzoj gjithë ata që i ndihmojnë kësaj trashëgimie kulturore
edhe ndërtimin e varrezave, sepse ajo tregon. Shico, shembull, kur shkojsh diku, qysh e identifikon ti fshatin ose qytetin që janë shqiptar musliman? Objekti Ushqe kulti, xhami. po. Ushqe xhamien, aty dihet që po ekziston feja muslimane, po shqiptar jemi. Kryesisht jemi shqiptar. Për atë arsye duhet mi dhënë rëndësi se edhe ajo është kulturë. Për mu lidh këtu te pjesa e varrezave dhe ku du me dal mas kësaj, te pjesa varrezat i përmende edhe për me e lidh për bëj pyetjen, a munden me qenë varrezat motivim për artistin, frymëzim ose çka do kohë, tu e ditë që në historitë e arkitekturës njihen disa objekte të kultit, ku i kanë bua edhe materta edhe gjitha këto gjana, ku ja kanë kujtu vdekjen ose jetën pas vdekje, për me i bu njerëzit më të mirë, kënse. Ta artisti, për me frymëzu njerëzit me u bu më të mirë, me vepru vepra më të mira. Ta artisti, varrezat, u nisë prej të varrezat, po s'pundan e të varrezat. Është, më ndej që është një farë... Nga një vdekja motiv për jetë. Po, për atë. Po motiv për jetë ose edhe motiv për pikturë. Cilët janë motivat më të shpeshta për një vepër të artistit. Ku frymëzohet artisti edhe si qysh e qet në letër ose që do më pite frymëzimi të vepra. Qysh vjen këtu procese e këto gjana. Edhe pse me pas frymëzim edhe pse s'mujt të artisti me bo orar, me thonë sot ka me punu prej në tetë mbrëmje. Dhe në tres ku me shku në pauzë. Na është pak gjonë e roka, pyetjen. Për që ka shumë tema, po... Jo, shiqo, une po lidhna me disa tema cilat na shtojnë dashnin edhe kujtesen se ne jemi shqiptar. Shembull është te feja. Te feja nuk mund me hi aty se hoxhallarët e kanë në rëndësi, po une po nisa nga piktura ornamentike. Pse dallohet feja muslimane për shkak të pikturës ornamentike? Ornamentet duhet me qenë prezente edhe në për varreza. Ornamentet, se ato janë muslimane. A freskët. Jo freskat janë ortodokse. A freskët, a? Jo, piktura ornamentike. Ornamente. Ato e kanë pra fjallën kryesore, sepse në për xhami nuk punohen freska, po punohen piktura ornamentike, yje, gjana geometrike, shumë gjana cilat i përkasin kulturës muslimane. Po si një vllai identiteti. Identiteti, po marrë parasysh, na nuk mune me ikë, na jemi musliman. Edhe krenohemi me atë. Po, një tjenë hënati, një tjenë yllin. Pikën kryesore duhet me qenë kumbi. Aja është me rëndësi. Këto janë gjana cilat duhet me kultivu edhe trit me ju dhënë rëndësi. Nuk mundesh me ikë prej asaj. Më bënë franceze, italiane. Ja. A t'ka thonë prof mos më bën francuza? Ja, po nuk guxoj. Guxon me qenë ti. E kjo puna e një artistit mu motivu prej varrezave? Po shiqo, zakonisht tash po lidhemi edhe në kultura tjera, se ata janë shembull kultura franceze, italiane, Michelangelo, Leonardo e shumë tjerë, ata i kanë kushtuar rëndësi pra varrezave. Unë interesant jam frymëzu tash në kohën e fundit, po lidhna te feja, një dru i vjetër, e cilën e kanë paraqit se ishte diku në Arabia që diku. Edhe aty kishte pushu profeti Muhammed. Po. Shumë më ka inspiru, ai dru i vjetër me mira vjetë, që tash do ta bëj një cikël lidhur me atë dru të vjetër cili po ekzistoj ke ende. Me thonë, ajo është e jona. Feja tonë është. Lidhët me tonë, diçka shpirtore. Lidhët diçka me tonë. Pa marrë parasysh kush s'ka flet. Jo, në ato e du. Po edhe piktori duhet mu lidh edhe në fe, po pikrisht edhe në kom.
këto dyja duhet me shku bashkë. E për çat arsye është shumë e rëndësi të shqiptarët mos me harru një anës tjetër. E përveç shpejës edhe kombit, cilat janë inspirimet ose motivet më të shpeshta të pikturit? Po unë e thash ma shumë, te une janë inspirimet më të mëdha, zhvillimet e tona cilat kanë ndodhur për fat keq të luftës në Kosovë. Ato e majnë kujtes, nuk muj me harru, sepse Ka ato pas rreth scena, matët. po, populli janë gjithmonë ka qenë i shtypur. Për atë arsye, ato janë gjana cilat e mundojnë artistin, edhe shpërthan, si vulkani, edhe i paraqet, s'mujnë e me ikë nga ajo. Në mënyrë të shprehur. Po shpreh, nuk muj me ikë me ato ngjyra shpërthyese, cilat i paraqes, që nga njëherë një mik jemi thot, ko ke qartë që dhe. Po, qartë njeri, sepse e përjeton t'jatë. Dasht e pa dasht e përjeton, se ne kemi përjetu luftën, edhe pse kom qenë unë këtu, e kom përjetu se familjen teme kom pas atje, e di çka kanë hekët. Kemi pa në për piktura dhe Skënderbeun. Për atë arsye artisti patjetër duhet mi paraqitet të gjana, mi pa dikush, mi pa trit, se çka ka ndodhur. Nuk mundesh mi, ka e realitet ka qenë. Pikturat e tua kemi pa dhe Skënderbeun. Po shqyrë kombëtare duhet patjetër mu prezentu. Edhe zakonisht temat ndryshme kom pas dëbimi i njerëzve tanë cilët kanë ikë në për vendet ndryshme, une e kam një cikël shumë të madh të dëbimit, të dëbuarit. Pra, kështu që i kom paraqit në mënyrat ndryshme ku ka ndodhur ajo. Kur ke shku me marrë pjesë në për ekspozita i jashtë qytetit tonë, qoftë në Shqipni ose dikon Maqedoni ose, që shumë ndyshe krahasu me ata artistë tjera ose me ata veprat e tjera, kishni diçka lidhje të përbashkët tematike apo? Po, si qa, tash na jemi një brumë. Ade vështë cuptum që janë diku. Se njëjt jemi, po, sa i përket artistëve të Shqipërisë, ata ma shumë janë të përkushtuar në peizazhe, natyrë, ma shumë natyrën ata, sepse ata nuk e kanë përjetu këtë traumën e shqiptarëve në Kosovë, nuk e din. A na e kemi përjetu, e na dasht e pa dasht, pa tjetër e kemi këtu. Në kokë kemi atë. Edhe na i kushtojmë rëndësi shumë të ekipa për flamunin çka bojmë për gjanat kombëtare, shashtrisëm. Në thonë, ndjejmë ato ma shumë se ata atje. Se unë e kom miq shumë piktor, ata kur vinë këtu, habiten sa imi na patriota ma shumë se ata. Sepse ata kanë pas. A na nuk e kemi pas. Që shka po hekim në lugin? Nuk po e kemi atë drejt. Edhe pi kushtojmë sa ma shumë rëndësi. Gjithë shka qka është e mshef, është qështu. Ajo molla ndalume. Po, molla ndalume. Kjo është. Çka kisha dasht me shtu diçka këtu të bisedimit tash është kjo pjesa e pandemisë u kon një thyrje, një farë thyrje që shtui për gjithkohë. Të ti si artist, ka pas diçka ndikim pandemia? A ka ndihmu në rritjen e krijimtarisë tonë apo pauzimin e krijimtarisë tonë, se ndoshta edhe motiv s'ka. Kur je ashtu i mbyllur edhe. Jo, po, ka pas. Ka pas sepse kom qenë i mbyllur dhe ma shumë ja kom kushtu rëndësi krijimtarisë. Diçka pozitive që ka ndodhur. Me gjetë veten edhe me pushu ma shumë psikikisht, edhe aty e kom një veten mirë, sepse i kom kushtu rëndësi shumë krijimtarisë. Edhe nuk kom guxu me dalë, e ki pas ndalume. Edhe kështu që kom kriju shumë vetë. Dhe e marrë me pjesën tonë artistike. Po, patjetër, po. Ajo e vërtet është. Super, se të shumë kush e ka pas një ndikim tillë, edhe pse e shifshmi, kur e përjetoshmi në atë kohë, kur e shifshmi si diçka negative, po kur dolëm prej saj na dul diçka që kemi pas nevojë. Po disa kolegë që janë marrë me krijimtari, ata kanë marrë trauma, në mshelur, mbyllur. Po, ka qenë një kohë e vështirë shumë. A për mu, une knaqësi kom pas, dhe kom kriju. Po ajo në manë mu, ajo është një farë lloj knaqësie shpirtërore, e cila knaqesh. Shuaj, po besoj që profën
kemi me pas shumë aktiv edhe në për shumë punime qera, edhe në për shumë ekspozita qera, po edhe në për iniciativa dhe për projektet e tona të përbashkë, ta kemi me pas pjesë edhe profën me qenë bashkë me neve, na nuk pe llogaritmi profën që është pensionist, na pe llogaritmi që është ekipe jonja, pjesë e jonja, edhe se s'paku ky paraqitet, kështu, jo që na po dojmë me prezentu kështu, po kjo është vetë kështu si na. Edhe mendoj, Po, edhe mendoj që profa ka me pas, ka me ndje vetën për shëvar, Luginas. Ka me ndje vetën, më koni paraparta edhe po mendoj që mbështetja, jo veç për profën, po asnjëherë e pleshëvarëve për artistët, ose për Luginasve, mbështetja e Luginasve për artistët nuk ka më mundu. Edhe nëse s'mujnë mu, e dim që artistët kanë, arti nuk është i lirë, kështu që mendon që arti është i lirë, nuk është i lirë, po s'pa ku mbështetje me numër, ose me... Sa kemi mundësi. sasior. A vede, gjithmonë nuk e lojmë keq për ato. Po. Unë po të falenderoj sinqerisht që ki gjetë hapësirën edhe kohën me qenë bashkë me neve te Podemekasti, edhe me i bisedu këto tema që po besoj që e ki rrëzu tash atë mendimin që çka kemi me fol, se nuk kemi fol kur gjo përgatitje çka kemi me fol, po po edhe po besoj që për neve ka qenë shumë interesant këto pika që kemi prek. Po na patjetër kemi me konë bashkarisht edhe herave tjera se kemi shumë shkasha me shpalu, se arti është shumë i gjonë, edhe për juve, edhe për artin, edhe për punët. Po kësaj here po mendojmë që me kaq, me ndërpre, për me ilon radh herave tjera, e mi përshëndet krejt ata Podemekasta që na ndjekin, kudo që janë, edhe me i falimndru gjithë ata që na kanë mbështetën me ardh deri këtu, po mas shumë të juve që ke pranu me konë pjesë e jonja. Unë di knaqësi, vërtet di knaqësi dhe jam i lumtur që jam në emisionin e juaj, edhe gjithashtu ju përshëndes juaj, ju përgëzoj për këtë emisione, edhe për gjithë ata që përcjellin pra emisionit e juaj. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë edhe një herë, e miru takofshmi në epizodet e radhës.